Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e hënë 2 qershor 2025. Dashi. Kush ka një histori të mirë duhet ta shtyjë atë, takimet e preferuara. Dita e hakmarrjes. Demi. Në dashuri tani është e mundur të përjetoni ndjesi të veçanta, të mos humbni kohë me njerëz shumë të paqartë ose të largët. Kushdo që dëshiron të rishikojë një marrëveshje ekonomike do të marrë një lajm të mirë. Zgjidhja për çështje ligjore. Binjakët. Ndiheni të rinovuar dhe të gatshëm për të ndryshuar jetën tuaj. Do të vini re se sot ka më shumë besim në veprimet tuaja. Në dashuri mund të falni ose të jepni një ultimatum. Gaforja. Mundohuni të qëndroni të qetë, pavarësisht provokimeve që mund të vinë nga një familjar. Mbajini këmbët në tokë. Energji e madhe fizike. Luani. Mund të jetë e nevojshme një vëmendje ndaj ngjarjeve ekonomike. Do të duhet të harxhoni shumë energji për të marrë maksimumin dhe kjo gjithashtu në dashuri. Virgjëresha. Në dashuri sonte mund të dilni nga një situatë e paqartë, duke sqaruar mendimet tuaja në asnjë mënyrë të pasigurt me personin që doni. Sot favorizon kënaqësitë. Peshorja. Për njerëzit që kanë vullnet të mirë dhe gatishmëri për të vepruar, kjo është një ditë e shkëlqyeshme, një ndryshim i jetës, zgjedhje të rëndësishme, më shumë përgjegjësi, njohuri të vlefshme. Akrepi. Organizoni sot një udhëtim apo diçka të këndshme me ata që doni. Situata është e rrjedhshme dhe ofron ide shumë të përshtatshme për të bërë zgjedhje konkrete. Shigjetari. Ndryshime të favorshme që përfshin shkathësi. Në dashuri ju duhet të bëni hapa para, kundër përgjigje. Britsjapi. Ekziston një dëshirë e madhe për të ndryshuar jetën, për të përballuar situata të reja, për të njohur njerëz të rinj. Dita karakterizohet si e ekuilibruar dhe racionale, ecuria e jetës familjare gjen një rrjedhë të rrjedhshme dhe të qetë. Ujori. Do të luftoni për të mbajtur një ritëm të qëndrueshëm. Butësi që i mungon dashurisë, nëse ju pëlqen dikush, dilni përpara me kujdes sepse dita nuk është e duhura për të folur. Peshqit. Me të vërtetë duket si një ditë e bukur. Më në fund mund të gjesh edhe pak mendje lehtësi dhe gëzim. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.